Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në një video të re. Unë jam Wendy dhe ky është kanali im në YouTube. Sot do të kemi një super vlog të bukur i cili është vlogu i ditëlindjes së vajzës time Selena. Selena bëri 4 vjeç dhe ky vlog është i dedikuar vetëm asaj. Shpresoj që ta pëlqeni. Dua t'ju lexoj një dedikim që kam bërë për Selenën, një letër me rastin e 4 vjetorit të ditëlindjes të Selenës. 24 qershor 2022. Një ditë e re, një fillim i ri, një tjetër të frymëmarrje, një motiv i ri për të frymëzuar rrugën e lumturisë. Ishe ti jeta ime që zure fill në shpirtin tim. Ti që u rrite me gjakun tim, me oksigjenin tim. Ti që më ngudulise fort për të më treguar që jam këtu me ty, gati për të parë njeriun që më dha jetë nga jeta e saj. Njeriun që po më hap portën e ngullëzuar të jetës. Momenti i dur, erdhi një hap larg dritës që më në fund do të më lidhte me imazhin që kisha krijuar për 9 muaj me radhë për ata që më ngjisën. Ndaj unë nxitove pak e vogla ime dhe erdhe më shpejt se ç'duhej. E mbaj mend si tani momenti magjik që përjetuam. Monica që më rënqet të mishin kur ndjeva zërin tënd të brish. Prekjen dhe ledhatimin e lëkurës tënde mbi gjoksin tim të lodhur dhe të raskapitur. Lodhje të cilën ti e shove menjëherë me shikimin e ëmbël birosor dhe shuplakat e ëmbla të dockave të vogla. Oh, atëherë thash që ekzistoka qielli lumturisë dhe ustruka si një re bardhoshe brenda tij për të mos e humbur butësi dhe kaltërsi. Princesha ime, erdhe e prisht, edhe ky ishte një fillim i vështirë. Fillim luftarak që na bëri luftëtare më të forta për t'u dalë mban sfidave që tashmë kishin nisur. I shtrënguam dorën njëra tjetrës dhe lidhëm betimin se do ja dinin mban dhe ja dolën. Rruga ishte e gjatë dhe sfilitëse, por një nën, edhe pse e re dhe e brish për fëmijën e saj bëhet luanesh. 3 jetë të më jepnin, në të treja dy zemër do të kërkoja dhe do të gjeja pas më të voglin dyshim. Ti më mësove të dua, më mësove të luftoj, më mësove dashurinë amësore, dashuri e cila prek dhe kuri. E sa shumë më mësove zemër. Pas asaj betejë të gjatë, në të cilën na hodhi një përbindësh me fytyrë njerëzore, në të cilën fatkeqësisht u plagosën dhe fluturuan drejt parajsës ëngjëj të shumë. Ne vazhduam fluturimin në qiellin e bukur jetësor me skaltërsi së lumturisë. Jeta është e shtrenjtë dhe e bukur shpirt. Unë dhe ti, së bashku, nuk do të rreshim në asnjë hap për të fituar dhe jetuar vite të arta reale të mbushura me dashuri dhe arritje. Ndaj, na pret një udhëtim i gjatë, të cilin tashmë e kemi nisur. Tashmë jemi 4. Një ekip i fortë, ku në pikën e tij të fortë ka dashuri dhe mbështetjen, e cila mundëson lumturinë brenda së cilës ka sukses padyshim. Gëzuar shpirt, gëzuar ditëlindjen, gëzuar 4 vjetorin. Gëzofsh edhe 100 për vjetorit të tjera o dritë Zajon, edhe 100 Selena ime. Kjo pra ishte edhe dedikimi që unë kisha përgatitur për vajzën time Selena. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në një video të re. Unë jam Wendy dhe ky është kanali im në YouTube. Nuk e di se si jeni ju me vapën në goca, por unë kam tepër shumë vapë. Është tepër shumë vapë. Atëherë ne jemi duke u përgatitur për ditëlindjen e Selenës dhe këto ditë jemi duke bërë shumë spesa. Sepse normalisht ditëlindja kërkon. Edhe deri tani jemi drejt përfundimit të përgatitjeve. Kam bërë spesa për dekorimet, kam bërë spesa për ushqimet që do t'jenë atje tek festa. Kam bërë disa spesa për veshje, për tualete dhe gjëra.
Edhe tani do t'ju tregoj spesën që kemi bërë sot tek Tigotaja, tek një dyqan që ka detergjente, tualete, gjëra nga më të ndryshme. Vazhdojmë. Gjëja e parë me qenë se i nxori Selena janë këto shapkat me stiqin. Janë shumë të bukura. I pash atje dhe ja mora Selenës. Dani, vishi kështu. Po kështu i do t'i veshësh kështu ti. Okej. Pastaj kemi marrë një kokolino që ka dalë virale në fakt. Dhe mora aromë për robat. Pastaj këtë këtu mami. Pastaj kemi marrë për lavastovilje. Kemi marrë një grasatore për robat. Kemi marrë lërë të mami për kemi marrë për xhamat. Kemi marrë një për xhamat. Pastaj mori dhe Selena këto ishin diku te 7 euro vetëm këto. Kishte manikyr, 4-5 manikyr e brenda. Pastaj kemi detergjentin e rrobave të vajzave, unë përdor këtë të Kiko. Më pas morëm për biberonat e Ajanës, Larsi. Më pas morëm për morëm deodorant, morëm 2 për kur të dalë ai tjetri. Dhe nëse kam se të dua t'i tregoj më pas. Më pas kemi marrë dhe letra higjienike. Prit mami si dhe këtu. Kemi ilaç për rroba për të bardhat. Kemi peshqir plazhi, këtë e morëm për Danielin për ta i kishte. Më pas kemi këtu, mora, duke qenë se ditëlindja e Selenës, Selena mi ka prishur të gjitha tualetet, atëherë bleva dhe disa tualete për vete. Që shikoni, kam marrë të gjitha nga Bella Oggi, vetëm paletën nuk e kam marrë të Bella Oggi. Jo, edhe paleta e Bella Oggi. Kjo është paleta e syve. Mi ka ngjyra shumë të bukura. Më pas kemi laps buzësh, kam marrë nude, ngjyrën nude. Sempre nga Bella Oggi. Ja, maskara, rimelin e kam marrë nga Maybelline, ishte i ri, kështu që thash hajtë se po e provoj, sepse ajo që përdor unë nuk ishte. Ajo që përdor unë nuk ishte mbaruar. Mora një nga ku është? Një sekund. Mora një fondotin. Po kjo është mora një fondotin, nuk është unë kam shumë nevojë sepse fytyra ime është e pasur, por sa për t'i dhënë një ngjyrë, sa për t'i dhënë pak ndriçim fytyrës. Mora edhe concealer. Këto janë nga firma Burios. Mora dhe një lip gloss nga Burios edhe ky. Një lip gloss. Edhe këto. Më pas morëm për dhurat na vun këtë, që është Ace. Edhe një nga Tesori d'Oriente dush, krem dushi. Është ky. Gjithashtu morëm edhe një parfum për Danielin të Tommy Hilfiger. Mamma, tu. Po.
Ky ishte supermarketi për sot. Të gjitha këto kanë kushtuar 174 euro. Tani po e mbyll edhe do të shihemi në klipet e tjera. Sì. Lina jeti? Selena, sì. Capaci? Sì, come bravo, così. Kush e ka kompleanon sot? sotto l'azzo. Kush e ka kompleanon? Do vish me mamin të bësh një foto me Dudun këtu? Hajde të bësh një foto me Firdeusin, Lena. Dove sto no? Ok, aspetta. Questa è la bassa. Sot është data 24 qershor. Një sekond. Sot është data 24 qershor dhe është ditëlindja e vajzës time, holldushës sime Selena, e cila mbush 4 vjeç. Duke qenë se tani data e sotshme është ditë pushimi, atëherë kemi vendosur që të organizojmë 2 festa ditëlindjesh, pra ta bëjmë në 2 ditë, sepse në datën 24 qershor, që është data e sotshme, kemi organizuar vjeshtimtar me familjarët tanë. Duke qenë se është ditë feste dhe njerëzit zgjedhin që të shkojnë në plazh, të bëjnë ato planet e tyre dhe nesër do të organizojnë, do të bëjnë festën me shokët e shoqet e kokshit të Selenës. Ju lutem rini deri në fund të vlogut për të parë të gjitha përgatitjet që kam organizuar për vajzën time, sepse kam organizuar ditëlindje në mënyrë perfekte, në çdo detaj të mundshëm. Dua t'ju tregoj pak veshjen time. Ky është luku im, më pëlqen shumë. Dhe veshja ime është ky fustani me trandafila. Më t'ju tregoj. Kështu. Deri në fund të këmbëve me këto taka, të cilat janë stiletto dhe janë në ngjyrë besh dhe material kamosh. Kështu, shihemi në klipet e tjera, keni deri në fund të vlogut sepse do të shikoni gjëra vërtet shumë bukura. Tanti auguri a te, tanti auguri a Selena, tanti auguri a te. Shurime për ty.
t'ju tregoj, s'kisha ndezur, s'kisha shtypur butonin. Tani tematika e ditëlindjes ishte mini, po duke qenë se unë I porosita në temë zbukurime dhe nuk më erdhë, u detyrova mora të thjeshta, por ngela në tematikën e Minnie Mouse-it tek ngjyra roz. Përgjithsisht e ngjyra roz, ku mbate. Përgjithsisht e ngjyra roz. Edhe një tjetër e tillë. Pastaj këtu kemi pishek zjarre. Pishek zjarre çfarë kjo? Qyrio. Torta do jetë me Minnie Mouse. Këtu kemi luftirun që do t'i shikoni më vonë tek pjesa e tavolinës. Dhe tani t'i futem punës me ndihmësin tim që do t'i bëj ai të gjitha. Edhe kështu. Kemi marrë këtë që shkruan compleanno, buon compleanno. Sa të vëm fëmija të cilë këtu të parku të prish për umbaka. Po dhe për latë të Vërë qatë kej? Në ribot. Atje të flotër. Atje ke më flot. Ku? Aty. Ku po bën ti? Ku? Na, vërë të aty. Për mirë duan e sa për mbati. Ha? Duan e sa. Ja kemi ato të katër. Atë janë për atë. Apo do ta varësh? Apo do ta varësh? Po do ta vanë katër, se çfarë? Ku ta vesh këto? Dhe të mos e prisha të se I prish ty të rëzosh. Që tash? Ka ngjitur. Është ngjitur, kush e di sa ngjitur. Po si kryet kjo se kam iden? Këtë pikën, po e fut. Pa jo tash. Ajo është kokë priteshe. Ku e fut këtu? Po, Valvulën. kujdes kur e fut valvulën. Ku e fut këtu? Po, po këtë me kujdes, edhe e pryn. Pastaj. Edhe të e pryn. E si e blokon pastaj? Eni nuk e kam iden, ha? Lëri njerë, prit lëri njerë se I thëm Gabrielës dopo. Nëse do ta prishësh.
Vjeni! Vaj! Fa vedere, Amalia, fa vedere! Oh, che bella! Con la lingua, dai, va là. Ah! Ah! Lena! Venite, guardate qua. Vieni, Lena! Ah! Ah! Si sposa Mattia! Sei dietro l'altro. Si sposa Mattia con la sedia. Oh! Che bello, vorrei fare anch'io. Allora fallo. No, io What the hell? Però dobbiamo buttare questo. Me coi mai? Unë e kam atë pompën që ka kjo, po që nuk ka pëlqen. Nëse juve ju ka pëlqyer ky vlog, ju lutem mos harroni të bëni like, subscribe, comment dhe share. Dhe bashkë do të shihemi në videon e radhës. Pacim!